Me fillimin e muajit tetor, universitetet në vend kanë hapur dyert për studentët e rinj. Edhe Universiteti Nëna Tereza në Shkup ka nisur vitin e ri akademik, kur rektori i këtij institucioni, Bekim Fetaj, ka theksuar rëndësinë e arsimit cilësor dhe përgatitjes së kuadrove të reja për të ardhmen e shoqërisë. Ai theksoi se këtë vit ka një rritje të numrit të nxënësve krahasuar me vitin e kaluar, prej diku 770 arrin në mbi 1100 student, ku gjithashtu theksoi se ka edhe student me transfer. Ky vit akademik, Universiteti Nëna Tereza shënon një rritje të madhe të numrit të studentëve. Drejtimi që ka më së tepër mi interes është drejtimi i sociologjisë. Një rënje shihet në drejtimet e ndërtimtarisë, disa drejtime të vjetra të Fakultetit të Shkencave Sociale. Ne kishim edhe seminar ku sistemi i edukimit globalisht në suazë botërore ndryshon dhe sidomos edhe në Evropë kemi një lëvizje në ndryshimin e strategjisë së edukimit. Këtë vit më së tepër do të orientohemi në zhvillimin, domethënë, dhe qasjen në shkatësitë. Domethënë shkatësitë të cilët i fitojnë studentët në çdo program studimor, përfitimi, domethënë, i shkatësive praktike dhe inovative në suazët e lëndëve, po gjithashtu edhe në rritjen e cilësisë përmes trajnimeve të stafit dhe profesorëve në mënyra të ndryshme të ligjërimit interaktiv. Ndërkaq, edhe prorektori për arsim dhe çështje studentore Fatih Iseni ju uroi mirëseardhje studentëve duke thënë se kjo gjenerat është gjenerata që ka bërë histori, sa i përket numrit të regjistrimeve. Në cilësinë e prorektorit për arsim dhe çështje studentore, kam nderin që në emër të stafit akademik dhe administrativ, sot të ju dëshiroj mirëseardhje në këtë ambient të bukur. Ju jeni gjenerata që keni bërë histori, me që Universiteti Nëna Tereza në Shkup, për herë të parë ka kaluar numrin e mbi 1040 studentëve të rinj të regjistruar dhe mbi 100 transfere që janë në proces. Ndërkohë, studentët e vitit të parë kanë ndarë emocionet e tyre të para, duke folur për drejtimet që kanë zgjedhur dhe pritshmëritë nga studimet, duke e cilësuar Universitetin Nëna Terezë të denjë për të fituar aftësi të duhura. Menaxhment industrial. Më shumë ka përshtat me çka dashur me arrit në karrierë. Gjithë kom pas qef me i menaxhu kompanijat apo ndonjë firmë sa më të madhe. Më kanë unë ai i cili i tregoj se që ndodhë. Mendoj që është e drejtë edhe mendoj që është opcioni më i mirë për me zgjedh për me vazhdu këtë drejtje. E kom pat me rak për i vogël, valla. Kriminalistik, kom e bëj inspektor, më ngarenj rrugauca për drogë. Është prej ka të ardhë ideja? Vetë, kom pat me rak. Në fund të fjalës së tij, rektori Bekim Fetaj tha se dyert e Universitetit Nëna Tereza do të jenë gjithmonë të hapura për studentët gjatë zhvillimeve të tyre akademike, por edhe pas tyre në raste të ndihmës apo konsultimeve dhe se për këtë kanë edhe mbështetje të plotë edhe nga profesorët dhe stafi në tërësi.